Fillimisht Arben Gashi. Përsëritet, më thonë drejtën, edhe po vjen si rezultat i papikurisë sjelljes politike të kryeministrave. Këtë histori kemi po vitin 2014 me Hashim Thaqin, ku gjitha partitë politike refuzonin të komunikonin me të. Tash po refuzojnë të komunikojnë me zotin Kurti. Është rezultati i gjuhës agresive, i sjelljes ofenduese dhe sjelljes së panevojshme dhe të parësyeshme kundërshtuese. Ndërsa sa i përket votimit më sheft janë dy arsye. E para është sepse ka filluar një procedurë votimit dhe një procedurë votimit nuk mund të ndryshohet në proces. Dhe nëse do të duhet që vërtet shkojnë në votim më sheft, atëherë do duhet fillonte një procedurë e re. Dhe një procedurë e re mund të fillojë vetëm duke propozuar një kandidat të ri. Jo me të njëjtin kandidat, sepse konsiderohet që është i njëjti proces votimi, sikur në zgjedhjet nacionale të vendoset në ora 12 të ditës së votimit, vendoset të ndryshohet procedura e votimit, por është e papranueshme, pa tolerueshme, pa arsyeshme, pa logjikshme. Ndërsa sa i përket refuzimit të LDK-s që të shkohet në votim të msheft, mendoj se është çështje e transparencës dhe mënyrës se si e shohim politikën. Nëse ju më pyesni se a do duhej të kishte një procedurë të msheft votimi dhe a do të kishte